Përshëndetje. Sektori prodhues në vendin tonë ka hyrë në një fazë të rëndë recensioni. Të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave të Edi Ramës, Instat, tregojnë se bujqësia ra për të katërtin vit radhazi në vitin 2024 me minus 1,1%, ndërkohë që kontributi i këtij sektori jetik për ekonominë e vendit shënoi rënje me 4%. Tani më edhe të dhënat zyrtare janë të detyruara të pohojnë falimentimin e bujqësisë si pasojë e politikave antifermer të narkoqeverisë dhe të faktit se ky sektor ka hyrë në trajektoren e rënjes së lirë për shkak të përgjysmimit të numrit të krerëve që ka përgjysmuar edhe fermat blegtorale, duke sjellë për pasojë falimentimin e mira fermerëve në mbar vendin që detyrohen të braktisin Shqipërinë. Ndikim tepër negativ në përkeqësimin e kësaj situate dramatike për fermerin shqiptar ka edhe skema e dështuar kombëtare e financimit të bujqësisë, për shkak se 70% e ndihmës shkon aktualisht për shpenzime operative dhe vetëm 30% e fondit të akorduar nga qeveria është investim që shton prodhimin. Nuk ka një vend të dytë në rajon dhe në kontinent që shumëzon me zero bujqësinë, degën kryesore të ekonomisë së vendit dhe që zë gati 1/5 e ekonomisë kombëtare dhe që kontribon me rreth 35% në punësim. Nuk ka se si të ndronë ndryshe, kur qeveria me buxhetin më të madh në historinë e vendit akordon për fermerët shqiptar vetëm 44 milion euro dhe kundërkohë vetëm me aferën e tunelit të Llogaras zhvat 50 milion euro sipas dëshmisë së ish krau të djathtë të Edi Ramës për ekonominë, Arben Ahmetaj. Edi Rama në 12 vite provoi se është armiku më i egër i fermerit shqiptar, sepse jo vetëm jep 10 herë më pak subvencione se sa në Kosovë dhe favorizon qëllimisht importuesit në dëm të prodhimeve made in Albania, por sikur të mos mjaftonte nën financimi në ekstrem i bujqësisë nga buxheti i shtetit, që e rendit vendin tonë të fundit në rajon dhe Europë, por edhe fakti se tani më bujqësisë së rënuar dhe në mbjetesë janë ndërprer edhe ndihmat financiare nga Bashkimi Evropian. Shqipëria po shpopullohet sepse ndos se 400.000 qytetarë të ndershëm punojnë sot në sektorin e bujqësisë. Qeveria na ka renditur sot vendin e vetëm në rajon ku fondet e IPARD-it janë bllokuar për shkak të tjetërsimit të tyre te bizneset e lidhura me inceneratorët që nuk ekzistojnë. Bujqësia po falimenton sepse kultivimi i produkteve bujqësore has në vështirësi tepër të mëdha nga rritja abuzive dhe e qëllimshme e kostove të lëndëve të para. Çmimet e inputeve bujqësore janë rritur nga 50 në 100%, duke bërë që sipërfaqet e mbjella në sera të reduktohen ndjeshëm. Shpopullimi i vendit po ecën paralelisht me përgjysmimin e numrit të krerëve, ajsa fermat e vogla blegtorale me 1 deri në 3 krerë po zhduken me shpejtësi. Ndaj me 11 maj, vota për koalicionin PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore është vot për mbështetje konkrete me pagesa direkte për bujqësinë dhe për fermerin shqiptar, me subvencione për çdo kokë lop, dele e dhi, si dhe për çdo hektar të mbjellë me perime, pemishte dhe me ullik. Ne do të mbështesim bujqësinë me 30 miliard lek çdo vit dhe me indeksim progresiv në vitet në vazhdim. Mbështetja e blegtorisë do të realizohet me pagesa direkte për krerë dhe njësi prodhimi për të katërfishuar numrin e krerëve, të shpendve dhe të prodhimit vendas. Vota me 11 maj për koalicionin fitues PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore është vot për të garantuar pagesë grant më ihershme prej 10.000 euro për çdo biznes të ri bujqësor familjar të krijuar, si dhe për përjashtimin e tij nga taksat dhe tatimet për 5 vite. Koha e shkatrimit të prodhimit vendas dhe hedhjes në kanal të djersës së fermerëve shqiptar
i ka ditët e numëruara. Të votojmë me 11 maj për rritjen e mirëqenies së fermerit shqiptar, për Shqipërinë fuqi prodhuese dhe eksportuese në rajon, që është Shqipëria madhështore, që meritojnë të gjithë shqiptarët dhe sidomos fermerët e ndershëm dhe duarart shqiptar. Faleminderit.